Këta qenë janë më të prekur, më letë të prekshëm prej luksacionit patellar, mund të prekin nga alergjit, janë shumë të ndjeshëm ndaj alergjive të ndryshme, pastaj prej kataraktit dhe këto sëmundje janë kryesisht që i prekin këto raca, mirë po normalisht që janë edhe të predispozuar për disa sëmundje infektive që mund t'i prekin edhe të gjithë qenë. Të ushqyerjet e racës bishëm frizit duhet të bëhet me ushqim kokër, i cili është i destinuar për qenë të raca të vogla, pra ka kokrën më të vogël dhe është ushqim i balancuar për këto raca, dhe është e rëndësishme që t'i jepet sasia e caktuar e gramëve brenda 24 orëve, ndërsa kur jemi tek kujdesja siç është për shembull larja, krehja, rekomandohet që të paktën do të thotë një herë në muaj të bëhet një shkurtim i vogël i qimeve për shkak që këta qenë kanë tendencë që të lidhen dhe përveç shkurtimit të qimeve gjithsesi duhet të bëhet edhe krehja në mënyrë që të evitohet lidhja e këtyre qimeve.